Një hetim i thelluar i Le Monde het dritë mbi mënyrën se si Senegali është ndërruar në një hall kyçe të rrugës së re të trafikut të kokainës drejt Evropës, e njohur si Autostrada 10. Kjo rrugë detare, që ndjek paralelin e 10 verior, po përdoret gjithnjë më shumë nga rrjetet kriminale ballkanike për të transportuar drogë nga Amerika Latine në portet evropiane. Në qendër të këtij sistemi qëndron porti i Dakarit. Sipas hetimit, lidhjet e drejtpërdrejta detare me vende si Spanja, Belgjika dhe Franca e bëjnë këtë port një platformë ideale logjistike për trafikantët. Një kontejner që mbërrin nga Senegali në Evropë ngjall më pak dyshim se sa një ngarkesë direkte nga Brazili apo Kolumbia, duke i dhënë rrjetit një avantazh strategjik. Hetimi zbulon se të paktën 1/3 e kokainës që konsumohet sot në Evropë kalon tranzit nëpër Afrikën Perëndimore. Kjo zhvendosje e rrugës tradicionale lidhet me forcimin e kontrolleve në portet e Amerikës Latine dhe Evropës, si dhe me shpërthimin e prodhimit të kokainës që prej viteve 2010. Një burim kyç për hetimin ishte zbërthimi i komunikimeve në aplikacionin e koduar Sky ECC nga policia franceze. Më shumë se 1 miliard mesazhe të shkëmpyera mes trafikantëve u analizuan, duke nxjerrë në pa detaje mbi operacionet, korrupsionin dhe koordinimin ndërkombëtar. Në një prej mesazheve thuaj: "Vëlla, atje lart në Senegal, ne kemi lidhje të mira." Një frazë që sipas gazetës ilustron nivelin e depërtimit të rrjeteve kriminale në strukturat vendase. Sipas shkrimit, shqiptarët e përfshirë në këto rrjete luajnë rolin e koordinatorëve në terren. Ata monitorojnë situatën politike dhe gjyqësore në Senegal, si dhe lëvizjet e forcave të rendit për të përshtatur me çdo ndryshim. Ky sistem pikqyrjeje u lejon trafikantëve të zgjedhin momentin më të favorshëm për të lëvizur ngarkesat. Metodat e përdorura janë të sofistikuara. Droga fshihet në kontejner me mallra të zakonshme si kakao, banane, ananas apo çimento. Zinxhiri i furnizimit korruptohet në disa nivele, ndërsa koordinimi bëhet në distancë nga Ballkani. Një moment kyç në zbardhjen e kësaj skeme ishte sekuestrimi në qershor 2020 i një toni kokaine të pastër në portin e Antwerpit. Droga ishte fshirur në një ngarkesë kakaoje që vinte nga Sierra Leone dhe kishte ndjekur të njëjtën rrugë tranziti nëpër Afrikën Perëndimore. Hetimet shuan tek Radosh Viker, i cilësuar si drejtuesi i klanit malazez Cavac, për cilin ishte lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se Afrika Perëndimore ofron kushte të favorshme për trafikantët, institucionet të dobta, nivele e korrupsioni dhe kontrolle të kufizuara portuale. Vetëm rreth 2% e kontejnerëve inspektohen në rajon, ndërkohë që mbi 11 milion kontejner kalojnë çdo vit nëpër portet e zonës. Sipas analizës së Le Monde, rruga afrikane pritet të bëhet në të ardhmen e afërt korridori kryesor i trafikut të kokainës drejt Evropës. Në këtë sistem transnacional bashkëpunojnë mafia ballkanike, Ndrangheta italiane dhe Primeiro Comando da Capital, duke krijuar një aleancë kriminale me shtrirje ndërkontinentale. Senegali, me portin strategjik të Dakarit dhe praninë e provuar të këtyre rrjeteve, shfaqet kështu si një nyje qendrore në Autostradën 10, një korridor i ri që po riformaton hartën globale të trafikut të drogës.